Me kanë fut djalin burg, nusja, mesa, edhe nipi. Jo ke përdhunu goca e vrejtë me mjekësinë e gjitha, goca dulë në rregull. Ndërsa goca dulë pastër, pse? Për shembull ja kanë dhënë këtë njëllën. Po kjo tha si ku ka tentuar me shok. Djali moshën në erë këni të një kara qomit e maj. Ka kapi blok, e një kara. E mësana në vetë. Nuk du t'i shakë nuk du t'i gjoj e zanin e se jemi në sida. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotshme në live-in tim u ndoha dritare për një të moshuar, ajo 75 vjeç, quhet Zoje Kurti, e cila do kërkojë ndihmë dhe ka premtuar që të tregojë një të vërtetë. Në fakt bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, por kjo gjyshe do të tregojë problemet që ka me nipin e saj pasi ky fundit ka denoncuar dhe babai është arrestuar dhe është dënuar me burg. Por çfarë ka ndodhur në familjen Kurti do të jetë pikërisht zonja Zoja Kurti që do na i rrëfej të gjithë këtë ngjarje. Zoje, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe ti. Në fakt, ke kërkuar që të flasësh me mua. Po. Për të treguar një të vërtetë. Po. Për çfarë bëhet fjalë, se nuk e kam iden. Unë nuk të njoh dhe për herë të parë po flasim të dyja. E di. Jen fjalë shumë e halë shumë. Me kanë fut djalin burg, nusja, mesa, edhe nipi. Njën botë të 3. Por pse? Po ti se ka ta filloj se jenë shumë gjana për të thonë, erë nga Italia dhe uzohë me babën e vetë. Ai bo, e futën djalin burg e matën 2 muaj dhe ai qitën në dyrin paraqitje. Por pse? Si quhet djali juaj në radh parë? Qënë jenë qohët Skënder Kurti. Skënder. Skënderi erdhi nga Italia dhe dhunoi babain e tij. Jo, erë qoni Skënderi. Nipi juaj. Po, nipi, ka emnin e babgjyshit vetë, e ne ata i quhen Gjermën Kurti. Por pse nipi doli kundra jush? Po, e pësoj në vetë, ku t'i gjanë, se di, ajo nuk u shumë me qonin tem, as nuk njojte me shku në Itali, as njojte me në këto rejtë të fëllë të shapë, qarë stojte, i qinë një herë më ka dhunjëse, më ka me nipa, me mesa, me motra, me qona, me goca, me këtë, qëfar e fisin tem, këtë. E dashur Zoje, më lejon do të pyes që ta kuptoj qartë historinë? Pa. Djali juaj Skënderi u martua me kë? Pa. Me Mirandën. Para sa vitesh? Para, vallahi, 98, ku du si ka qenë. Pas kanë shumë vite martes. Pa, o qoni, o gota 23-4 vjeqe, qoni 22. 2 fëmijë kanë. I mushën në prill. Ata salloniet 2 fëmijë, ka një djalë dhe një vajzë. Pa. Skënderi me nusen jetonin me ju apo në shtëpi me vete? Ja, këtu me mu. Por si ka qenë martesa e tyre? Pse keni patur konflikte? Skënderi, u vërtu të hiku në Itali si gjithë tjerë. Skënderi? Pa, të shte atje nuk i hecin, nëzi që i boni dokumentet, nëzi që gjetë shpije, punë, ku gjetë shpije, ky tha hajde hikin. Jo, në pare se ka dokumentet e luti këtë grune vetë, i tha, hajde të shka thëmë ke motrë të uje, plojnë atje, se ishte motrët atje kjo. Në Itali? Itali. E qartë. To, hajde tha, edhe zojnë dhe në atje, tha, me shpije, me kretë, tha më. Kje shpranoj, që do të ke motrët e një, ata kanë gëtë të mdoje për edhe me shkurti, gjithmonë ma e ka akuzuar, djalin, gjithmonë. E ka akuzuar për çfarë? Kështu i
je kurvar, je drogaxhi, je hajdut, çfarë si thojte? Por Je kapil rrugës, kapil kooperative, çfarë si thojte? por djali juaj si reagonte kur gruaja i sillej kështu, se që nga e rënd? Hikte, nuk i jep as si lloj përgjigje, as nuk e rrifte as jo. Hikte, u largojte nga shtëpia. Por ti vetë, Zoje, si ke patur marrëdhëniet me Nusën? Për zotin ma e ka majt, ka net 17 vjetë dhe mu, një sekund mirë me ta nuk kam net. Aja rrejte vetëm të shatë, të përfritë, të bo. Mirë mësane se e da muhabetin, se unë nuk i di reglët ti merë mama armasha, se si di, se së kam, jenë e 10 nana, jenë 77 vjeqe. Edhe me jetë qofsh, por prandaj po të pyes, e dashur Zoje, që të kuptoj historinë dhe të kuptoj që kush është kërkesa që ti do më bësh për të më kërkuar ndihmë. Por dua të pyes marrëdhënien tënde me Nusën, kur ajo sillej kaq keq, të ofendonte ty, të shante ty, nuk sillej mirë me burrin, pse e mbajti djali 17 vite Nuse, pse nuk e divorcoi? Kur një gjë nuk shkon. Ajo nuk pranoi mu divorcu, edhe sot që djalim e fundin 5 vjetë burg në Itali. Jo ke përdhunu gosa, ja dha gocën mrapa, unë pa ne të shukam që nuk je po njës ma para. Erdhë me leje këtu, net i javë dhe ditë mosa net, edhe njës me hikë. Kjo të shti dha gocën e vetë mrapa, gocën. Mbesën tuaj. Po, ja dha mrapa. E ka vjetë, e ka rëmbithë, edhe na vjetë ka për gocën, gocë tha kishë shku dalë në policitë Milanës. Por vajza sa vjeç ishte kur e mori Skënderi me vete në Itali? Vajza ka qenë 13 vjeçe. 13 vjeçe. Dhe babai e mori me vete në Itali. Dhe ç'a ndodhi në Itali? Në Itali kishte kë e morë, e shkolloi, e futi në shkollë, i boni dokumentet, e boni të gjitha. Nuk i di mani, mo kishte kjo. Nuk kishte shku në shkollë, ja 2 java ma tepër mbane, kishte firmos që sikur ka firmos babi, që jam me arsy. Me arsye. Pa jam sluna, si ta thama. Po? Edhe, kishte i ditë që ka morë, ajo zjusha vetë ka morë në telefon të qonin tem. Po, Skënderin. Po, i ka thonë, goca nuk kanë shkollë ka 2 javë, si o punë. Këtë ishte, i ka thonë gocë, nga punë, i ka thonë, nuk leja kur të vi, i kine e 2 fjallë barë, që s'ke shku në shkollë. Kjo ishte se ka pritë të në shkuj fare, po ka shku ka dërzohet dhe të polici. Po? Atje u kanë kumo, jo më ka rafe, jo më ka boje, jo ka tëntu me kape, më qesh ka shkuj fare. Pra, vajza ka akuzuar babain se ka tentuar ta përdhunoj. Po. Shumë e rëndë. Sa vjeç është vajza sot? Shëtë është 23, ku duhet mos... Pra, le të themi kanë kaluar shumë vite, 10 vite nga ngjarja. 2002, nuk e di si sa vjeç, sa çfarë lindje ka. E qartë, kanë kaluar shumë vite. Tani të lutem, mu përgjigj pyetjeve. Në momentin që vajza e denoncoi në polici babain në Itali, çfarë ndodhi? Skënderi u arrestua? Po. Dhe u dënua ma tërgo? Po, arrestu, gocën e qunë atje në spitale e vrejte me mjekësi në gjitha, goca duke në rregull. Ne pa ky e dënuan se ky u mërziti qik me ata, me polici. Dhe çfarë bëri? Edhe e dënuan 5 vjet. E dënuan 5 vite burg. Për çfarë? Se kishte tentuar të abuzonte me vajzën, për dhunë, për çfarë u dënua? Goca dule pastër. Dërsa goca dule pastër, pse? Për shembull ja kanë dhënë këtë njëllën në policia Milanës. Goca ka dalë pastër, po kjo tha sikur ka tentuar me shok. Pra, ai është dënuar me 5 vite burg sepse ka tentuar të abuzojë me vajzën. Po. Sot ka dalë nga burgu djali? Djali, pra, ka 3 vjetë që ka ardhë këtu. Po. Boni 5 vjetë burg, në ardhë këtu. I dhani në spulcë. 5 vjetë tjera, prapë.
E qartë që s'duhet të shkelte në Itali. Pa. Kishte erë qoni nga Italia, me gjithë dhe qonet e 80 vetë, edhe u përplasi këtu në rrugët. Edhe i ra babës vetaj, si ishin treta. Qoni im ka 3 vjetë që ka. Po, nga Italian Shqipëri. Po, këtë ishte mushi moshën, më u bo, shkojt e vite vetë. Po. Pa në vetë. Erë në 2 qonet e 80 vetë, se ka 80 atje 3.000 vetë. Po. Edhe erë nga Italia, edhe u përpjasën e të në rrugët. Kysa, djalini sa ku e të shku, sa, jam të shku ki nana, sa. Te di nana, sa, se ka thonë që nuk të du, sa, se shajten telefonën, qoni. Merden telefonën e shajten, e fjallë pista. Ju shante juve? Po, e në unë i thash më së merë, mos e nuk të du ma, thash. Kam desh me shpirë, e kam majt 3 vjetë që e lëna në vetë këtu. E lëna në vetë këtu ke unë, 3 vjetë. E kam majt, si të thamë, ma shumë që e kam desh në shpitin më lypë dhe jesh. Nipin të në Gjemalin, po? Pa, nipin të në Gjemalin. Edhe të shte, erdhe mua, qonin, aja, ne 3 vjetë atje boni dokumentet e veta, po, tu akuzohet qonin tem, jo po do më në rafe, jo do më në mëte, jo do më në braje, i boni gjithë ata gjanat mua tjene, mua djalin, falin e djalit tem, e mua qonin, hikën, hajdi boni në djetër, boni të vetët, boni në djalin, djali mushi moshën në erë këne me gjithë qonët e 80 vetë, 2 qonë, e 3. Po. E në, ku dhe më u kanë të plasat jenë rrugët, e në i kara qonit e maj. Ka kapi blok, e në i kara. Ka goditur babajnë? Pa, ka goditur babajnë. Kishte, aji e qonë burg, e bajtën 2 muj. Nipin, po? Nipin. Edhe e qitën dëndërim para qitje. Por, djali juaj Skënderi u lëndua? Përfundoi në spital? Pa, u lëndua, shkollu qete, boni gjithë. Po? E qa u top, mund kohët. Ti ke mundur do të atakosh nipin dhe të flasësh me të? Ja. Nuk dhja i ke unë sa i ka urdhëmrojtë nga unë se të ne t'i ditë në rrugët tonë ato mund të ndosh para policisë, këtera policisë dosit. Po? A i mbështyu mu. Unë do ne shumë nuk e pa fare. Ka lojë shumë në mbështyu. Unë i thash pëse mbështeni, s'ka vëmrejnë në polici, thash pëse mbështeni? E tha unë kam halët e mija, kam marrë për halët tija, s'kam marrë për te. Po pëse mbështeni mu, që të ka bota që të? Në kini thot në burg, tha. Kush të votin burg, thash? Kam thoni 100 herë që i hec, i ka volutje në djalim vetë, në unë hajde, me gjithë qirë, dhe në kja hapë, hec sa herë dush, hik, nuk pranojt e filloj të të shakë, po të ishte në Itali atëherë, E qartë, me nënën e vetë. Me nënën e vetë dhe me motrën e vetë. Por desha të pyesja për mbesën, mbesa juaj është bashkuar me nënën? Po. Dhe jetoj në Itali? Po. E dashur zoje, kur djali juaj Skënderi doli nga burgu dhe erdhi në Shqipëri, çfarë të tregoi për ngjarjen me të bijën? Si ta ka treguar ty Skënderi historinë? Se akuza që ka bërë bija në policinë italiane është një akuzë shumë e rëndë. Shumë e rëndë, pra, po kjo, kishte ky i tha gocë stiq të rrik dënotën, mos ma letë të njohë kem ke bo, se të ma ke bo kot. Por pse e kanë arrestuar Skënderin tani? Arrestuar pra se dulti stopi ky i çoi një mesazh gocë, u mërzit, i foli shumë e gojë, edhe ata erdhën në arrestuar. Kur djali pa të birin, Skënderi në televizor, që e akuzoi, e shau, ai i dërgoi një mesazh vajzës, një mesazh zanor, e kërcënoi? Çfarë i thanë ato mesazh vajzës? Vallai, nuk e di se çfarë ka thënë. Sepse nga nervat ai mund ta ketë kërcënuar vajzën dhe ndaj është arrestuar. Po në kërcënuar të rata? E ka kërcënuar me mesazh. Po, në ka kërcënuar. Gaci klienti që gaci, ja ka shpif kot pra gocës. E qartë, por kjo gjë dënohet, është e dënueshme.
Prandaj policia ka ardhur dhe ka arrestuar Skënderin, se ka bërë një veprim ai të jashtëligjshëm, se askush nuk ta arreston kot. Pse nuk ta arrestuan ty? Ashtu pra, shko, se di, po... Nga aja që ka thonë fjalë të pavërteta, aja ka qenë qishto, goca ka qenë qishto me hallën, me të lashën, dën shkollë, dën klasë 6. E dashur, Zoje, kur djali Skënderi erdhi nga Italia, unë besoj që ti e ke pyetur djalin, që pse re në burg çfarë ndodhi, si të ka treguar ty vetë Skënderi ngjarjen? Po e dishe mos që pse u ka akuzu, e dishe. Por pse vajza ja bëri këtë gjë? Se një vajzë nuk mund t'ja bëj kur babait një akuzë kaq të rëndë. Pse ajo ja bëri? Pa, to se di. Unë ka thonë, unë e kam pyet, e në më ka thonë, jo, mu babis më ka prek me dorë, se më ka thonë asi gjë. Po pse the këtë fjalë, nuk di gjë që kam thonë. Kam qenë e vogël, nuk e di. Kështu është shprehur Mbesa. Po. Ti e ke takuar Mbesën pas kësaj ngjarje? Kam taku, po, kam marrë të në shpi, ka ardhë, kam vizitu me ta. I kam thonë në këta, hajde më bëbe ato në gjami, ma laj shpirtin mute, qofse djalin të ka prek me dorë, unë e vraz vetë me dorën të, mos i thëmë policisë, manin buk gjithë jetës, se du për djalin. Mi për këta nuk e bërë, nuk më gjallë. Por sot Skënderi, djali juaj, i cili ndodhet pas hekurave dhe pritet të dënohet, se varet me sa do dënohet, është ndarë me gruan e tij me Mirandën? Ky kunkuer nga burgu, mu një avokat, edhe boni 3 seanca. Për divorcin, po. Për divorcin. Ajo, e seancën e parë tha, du t'japë honorën, tha, me gjithë qirë. Kurse me 2 tjeret nuk erë. Nuk u paraqit. Nuk u paraqit. Edhe ka morti se ka humbë në apel. Por pse? Çka ka ndodhur? Se në momentin që një palë... Nuk jam dakord për këta e majnë me pajta, e du, nuk t'i gjallë më në dhe fjallë shka për dukat, nuk t'i di. Miranda e kërkon divorcin me djalin tuaj, se me gjitho probleme që ka ndodhur, nuk ka kuptim të qëndrojnë më bashkë burrë e grua. Ajo kërkon të ndahet me djalin tuaj? Po, ja presferna. Djalin tha, se mund avokatin, boni 3 seanca, aja tha du të vi, nuk erdha si herë, e mund të se nga gjukata, këtu e hudhin në apel. Në shkallën e dytë, e qartë, por ajo nuk ka mundësi të vi në Shqipëri, apo nuk do të ndahet, se janë dy gjëra të kundërta? Nuk do. Po taloj pensa, gjithë jetën. E bën në shenjë hakmarrje. Po. Zoje, ti me nusen, ish nusen, nuk janë ndarë ligjërisht, por ajo nuk është më nusja e Skënderit, sepse nuk jetojnë bashkë. Jo. Ti ke folur me të, me Mirandën? Me miliona herë kam folur. Me 1000 herë kam folur. Dhe çfarë të thot Miranda? Pa, të shë qatë thatë. Qatë thatë e moje, vetëm të shabrin, të akuzu, të fëllë dhe fjallës, qatë thatë aje. Ajo nuk di me thoni fjallë një. Por ajo e ka besuar që Skënderi ka tentuar të abuzoj me vajzën? E ka besuar këtë version? Po, ka besuar, aja ka besuar se për në drejë qojë tjetë, të mi bo kur skineri. Për në qojë gotët. Ja dha gocën mrapa hik me batën tëtë, po të qafën ti. Ti tashmë e ke djali në burg. Po. Dhe sigurisht ndihesh keq që e ke djali në burg dhe e kuptoj këtë gjë. Çdo nën nuk ndihet mirë ku e ka djali në burg. Por ndoshta e dashur Zoje, duhet i qëndrosh pak afër Skënderit dhe nëse ai është fajtor, duhet ta kryej atë dënim. Ja. Nuk ka fajtor fare. Ju nuk e besoni që djali juaj mund të ketë bërë vepra të turpshme. Nuk ka fajtor as me një fjalë, nuk ka fajtor. Nuk është fajtor as një fjalë. Vetëm nga nevret e boni mesazh nga nevret. Po. Se nuk ka fajtor as një gjë.
nga nervat njerëzit mund të bëjnë shumë gjëra që janë të jashtëligjshme dhe dënohen. Po. Por desha do të pyesja edhe diçka tjetër. Në momentin që ti ke pasur raporte në lidhje telefonike me ish-nusen, nuk e mundur dot si një grua në moshë për t'i sheshuar të gjitha këto situata kaq të rënda që u kanë ndodhur në familje? Me atë lloj njeriu nuk e çfol, nuk e çto, nuk e. Aja më ka shat gjithë. Me motra, me vlezën, me goca, me çona, me fare pisin e burrit vet, aja nuk mund mirë kuptohesh vetë. Zoje, po ke jetuar 17 vite me atë nuse. Nuk e gjete dot gjuhën e përbashkët? Asnjëherë. Ma mirë se ka majt, nuk ka vjerë që ta majt nusën, kush atira vjerë. Por pse ajo sillej ashtu atëre? Kur ti sillesh e mirë, e doje, pse ajo të shante? Vallai, po ti unë shkret ata nuk e di, se aja nuk e di. Çfarë tha mund të shte, aja djali e ka lutë, nuk ishe mundësi me marrë ca vite, për shembull, ne ca vite këto, nuk ishe mundësi me marrë në Itali. Aja rrejke të shatë, për këto. Unë thash, që, te ke fëllë me boritet, nësë më fëllë mu. Si e ke bo, kur je piju me ta, që i ke tonë, që të ta. Që ke me mu. Mi po, mëse ne kur filloj ta lutë pia, aja së njojti, e luti me shumë për matër të vetë, hajde, shkëmëzëm ven atje, nuk pranojti, i dha, kishe të pnuat i ke matër të vete, a i ma që kene dhe. Edhe, ata i dha në gocën mrapa, gocën e vetë, ata, motra Mirandës, i dha gocën me vetës kinejit e ne po këtu. Aja i tha te ke kap në rrugë të ta, unë nuk juzoj besas njën të stjetit. Po se këto janë shumë të rënda. Do me thënë, o realisht... Ata ti se, në prit, një sekundë. Këtë ishte e murë, këtë Miranda, një qoj në nëse babësve, të një tha, kjo nuk o gruja ime ma. Unë tha me këta nuk rrit ma, që ko ke, maje. Pra, Skënderi ka dashur të andajnë për para. Po, ku të isha adrohat ajo fjallë? Që ka këzohë, gjithë jetën. Dhe çfarë ndodhi në momentin që ai e mori Mirandën dhe e çoi te prindrit duke i thënë që nuk do ta mbante më për grua? Ky erdhi me gjithë, kanë qenë kalamajt vejgjel, të dy këta. Këta kalamajt i erdhen mrapa, çoni tem, kurse aja net atje. Nesrit, mes, po lëkat e vetëm, po fut mbrëm shtëpi. Dhe çfarë i tha Skënderit? Pa, ku ti gjama, se që unë nga tjetë shkrullë, sot në dhanë, vetës dëshë me mërzit ma unë, nuk bëjë të prejtë punë, sa të bëjnë që duhet. Nuk e di si që ka bë. Pra, ti nuk i e përzirë në marrëdhënien e nusës dhe të djalit, me sa po kuptoj unë? Jo, për zotin, vetëm nusën ka majta afer, vetëm mos u mërzit, hajtë ke në du fort, aja, folë në telefon, aja fjallë pjëllë, dhe në shumë eshin esë, më një tjetë. Pra, këto 17 vite që jetuar me nusën, ti që një shkatëruar me këtë që po të regon, s'pas ke jetuar e hatë. Ma shkatëru më femën në tokë, jo në Sipëri, pa në botëm nuk ka. Por tani, Miranda kishte në një problem, se është fatkesi kjo në qofse e ka, kishte në një problem që sile i kështu, ose është anormale? Kishte nevret e sikletin e vetë, kishte, nuk e di, shifte në andra natën e unajt e mjesë. Po kur ju flisin me krushkun dhe ja tregonin të probleme të vajzës, ata si reagonin? Pa, për zotin, baba vetë ka shaj 100 herë, nëna vetë po, vëllezërit e vetë po, asaj nuk e që bë, unë i falenderoj, gjitha të. Kishim i darë se një herë e murën e shtuj blitë, ta rëziti fistanit, vishë për tjetin të. E murë fistanën, më nesër, ta mu ma hodhe ke kapë, nëse e qoja artife, di kënë gjiu, se nuk e du. Ta është qoja te, se unë i kam dhanë linë, burit hudë. Mos e qoj ma, qoj e te, jo tha, qoj e te, tha. Jo tha shumë, se qoj.
Ani thash vllajt vet, thash që më ka bo Miranda. Ja di që ke kam sa fustanën tha. Si dege tha. Apo ke kam tha. Tu dish të naja me gjithë kap. Aja ka bo shumë kabime, aja ka bo shumë. Më vjen keq se më ka fundos për djalë që më zdishit të thëmë. Por mënyrën e dashur Zoe që ti se si po e përshkruan ishnusën e djalit, kjo është një fatkeqësia, mund të ketë probleme me shëndetin e saj mendor dhe ndoshta ka nevojë për mjek, se këto çrregullime në sjellje. Jo, kishte punë mjeko, as i djeg s'kishte ajo. Do të vaja kishte po do unë shkërta çfarë them, nuk e di, nuk e kam kuptuar, më thon drejt. Por edhe me fëmijët e saj kështu sillej, edhe me djalin dhe me vajzën? Fëmijët i qenë herë kam qitë për durë, u sillte goca keq, në shkollë, u sillte keq, e rrifte, e bërte. Nuk di me folma, kam shumë halle, shumë probleme, shumë... Djalin e kam bu kodë vetëm për akuzimet e këtive. Por çfarë ka thënë avokati? Domethënë pritet të dënohet me sa Skënderi tani? Ai ka hyrë me 4 në burg, me 4 mars. Edhe kishte i ka dalë ajo, në më thënë mua kam qohë në apel, kishte varet që kjetë apeli, nuk e di. Po, pse shkalla e parë me sa e dënoi që e ke apeluar vendimin? Nuk e di. Por, a ke folur me ndonjë avokat? A ke ndonjë avokat që të mbrojë djalin? Nuk e kanë qitë gjyqja ta, e ka bo vetëm shohë, e kanë qitë të tonë në tabele, po jo si jenë rregull, si di. Por gjesi Zoje, mendimën e vajzave të fëmijëve të tjerë që ke, mund të marrësh një avokat që ta kuptosh, mbase shkalla e parë ka dënuar. E ka morë pra avokatin, e kam avokatin. Dhe çfarë ju ka thënë avokati? Këta pra më tha, e kam humbë në apel. Më thënë është marrë një vendim. Për djalin tuaj është marrë një vendim, ai është dënuar me burg, po me se sa është dënuar ti nuk e di. Ja. Përderisa avokati e ka apeluar vendimin, do thot ai është dënuar. Nuk e di, ne se kam për të folë me ta, se dhe shkoj të takoj qonin edhe do të folë me avokatin. Në cilin burg ndodhe Skënderi? Po në Durrës, ke Kneta. Ke shkuar, e ke takuar? Po, sa herë. Dhe çfarë thot? Është shumë i mërzit. Nuk më në folë dy fjallëve, ka është shumë rrezik me shkallu kretë. Sa vjeç është Skënderi sot? Skënderi do lindi 74, me 9 mas 74-s. Dalindja i 74-s. Patjetër që kur je në burg nuk ndihesh mirë, kushdo që ti jetë në burg, por ajo që mua më vjen keq është se nëse historia është kështu e dashur Zoje, që ai është i pafajshëm dhe gjithë kurthin ja ka ngritur gruaja me fëmijët, kjo është shumë e rëndë. Ai ka humbur familjen e tij dhe nuk ka dashurinë e tyre. Dhe mua kjo më çudit Zoje, për të qenë e sinqert, më çudit. Si mundet vajza t'i vjet kundër babait, si mundet një djalë të dhunoj babain? Nuk e di. Nuk u ka sjell keq as me një, as nuk i ka rrap në herë, as i ka akuzuar në herë, as e ka prishtjepin në herë. Nuk e di. Atëre lind pyetja pse fëmijët ja bën këtë gjë? Sepse fëmijët duan që babain ta kenë në burg. Sa në vet. Ti mendon se nusja Miranda është ajo që i bën të gjitha? Gjitha. Që gjitha ajo. E dashur Zoje, ju keni dhe fëmijë të tjerë, keni dhe vajza. Po. Kam 4 vajza dhe edhe i çon tjetër. Me jetë ti kesh. Por djali juaj, vajzat e tua kanë mundur do të flasin me fëmijët e Skënderit, me ishnusën e Skënderit, ndoshta ti si vjeri ke marrëdhëniet e këqija dhe nuk ta hapin telefonin. Por vajzat e tua kanë folur? Kanë folur. Po të thashka, dërse ka skineria, ta nuk kanë folur ma. Dërse ka skineria nga Italia. Ma për para visit, folësin, rrisit. Erdhën kur bona vito, se më ka vdek, burri ka 7 vjetë. Në Kushëllimi. Bona vito, që thonë?
që mushi vitin. Për kujtimore, po. Po. E në erdhën ta, të dy kalamaj. Pata shkrim plot mo, qenë quni, mo, gocët e mija, gjitha. Erdhën e këta dy, shumë mirë, netën, për darkë, kurse goca u ngrejt, nga tavolina. Mbesa. Rejtë me qamë shumë krahat, a qëndë të vëgle. Rejtë me qamë shumë qamë. Edhe dull e kështë prit e dy quna, klasës vetë, që ka bërë këtu kjo. Shkollën. Po, a në shkoj, në 10 darkës, shkoj ke gjiri lalëzi. Që është si kënë gju zonin, a e dhja, ke ardhe. Po, e njohë si zonë, pa tjetër. Ke gjiri lalëzi të pi kafe. Quni të ishe, një pinë, filloj të gërshtet të për të murë spatë, murë hekë, të qëkoj të vrasët, të qëkoj të presë, të qëkoj e murë djalim i madhi, e foti makinë dhe në shkun drejt atje. E gjetën në tavalin të pi kafe, në 2-3 qona. E në, se që ka follet e më vetëm si kështë thonë, djalitem nuk njëfë se kush je. Gjagjajt. Pa, nuk të njëfë se kush je, po hikë, se të fosën vëtë si që kanë fëtë vlanë tatë. E dashur zoje, pasi Skënderi u akuzua nga vajza e vetë dhe doli nga burgu, ti po më tregon që Mbesa dhe Nipi vini në shtëpi, erdhën edhe në përkujtimoren e gjyshit. Por para se djali. Para se të vinte djali nga burgu, e qartë. Por pas ngjarjes së rëndë që akuzoi babain vajza, ata vini në shtëpi, kur djali ishte në burg. Vini, nuk e meshe, e mashë një të mija, hakli e folë, që të ka thonë babi të, asë i gjosën nga thonë. Por çfarë ndodhi? Pse gjithit e fjallëte, pse i thoi shumë, pse ke thonë këtë muhabet, te i thoi shumë ka rakun ka mërë, ju këtë fjallë, pse e the, nuk di jo që kam thonë. Por çfarë ndodhi, pse ata nuk erdhën më tek ju? Po s'erdhën pra se nuk e për skinerit, se e skinerit shpi, ata nuk dishin ma, se u krinë që të skinerit ata, nuk e dojshin. Kur babai tyre doli nga burgu dhe u kthye në shtëpi, ata nuk erdhën më. Po, ata nëse erdhën më. Goca kishte frikë barë, se ishte me faj goca. E në qoni nuk në gjojnë arë më, se ka kërku 12 burkë, e ka kërku ku ishte burkë, qoni ishte një Itali, se erdhe muna në vetë, pa lera, s'kuj e moni hiku, se ishte vogël qoni, 13 vjeç ka hikë të qoni. E kuptoj. E ka kërku atje, në kjo ka thonë nuk kam babë, e në ka kërku 12 burkë. Për babain e vetë. Qoni, pa, 12 goca, 12 gruja, që shkoshin 36 vjetë burkë, për qonin tenë. I dashur zoja, unë e kuptoj që qëllimi jotë që hyre këtu në live modetën ishin fjalët e Nipit që i tha në një ekran televiziv për babain e tij. Nëse Nipin tënd, Xhemalin, do e kishe përballë, çfarë do i thoshe sot? Që do t'i thoshe? Po. Vetëm ta pyetje do t'i thoshe. Do t'i thoshe, më kthej vetëm 3 përgjigje. Asnjë gjë tjetër. Si e vjedhi babi jot motrën tate? 1, më kthej përgjigje. Te, se more spate hedre gjona, me shku me mëtë motrën tate në brejdetit, kurse babi miraj shpull, bëhet napi. Më kthej përgjigje, edhe te pse i the babi tatë në telefon, që unë babë nuk mund shkoj shkollë, goca ishi në Itali, ku ishi në shkollë tu. I tha unë nuk mund shkoj shkollë, dhe se vetëm thonë që unë e vlaj dashnarës tanë. Ja tha ky babës vetë atje. Për motrën. I ka 3 përgjigje, ti thë? Edhe, vetëm i këtë vërteta. Si qenë, normale. Por ish Nuses dhe Mbesës, nëse do i kishe përballë? Me ta nuk mund fol, nuk ka djalë nanët i mus, nuk mund fol me ta. Nuk du ma, nuk du t'i shaf më, nuk du t'i njoj e zanë nëse jemi në si gjatë. Edhe pse e ke Mbesë, ke gjakun tënd, nuk do t'i dëgjosh zërin. Nuk e du ma, kur, ja.
Por Skënderi, për fëmijët e vet, çfarë thot? Po që do Skënderi ta fëmijë? Që do? Ke që do fëmijë? Te, ke fëmijë, apo i e gocë? Jo, kam fëmijë, kam 2 fëmijë, jam nën. E pa, me ta pru fëmijë është thot. Që të bësh? Se është e rënd një baba që i mohon fëmijët e vet. Ai ka mohuar fëmijët. I ka mohu se kanë bota mi mohu. Unë uroj që historia të jetë siç po e tregoni ju e dashur Zoje, se nëse është e kundërta është shumë e rëndë. Se jam e vjetër, nuk mund rajnë, sa nuk më falet më. Uroj, sigurisht të jetë siç ti e tregon. Dhe nëse historia është kështu siç ti e tregon, sinqerisht më vjen keq për atë që ju ka ndodhur. Nuk është ideja e njollës, se sa dhimbjes që përjeton një baba për një akuzë që i ka ngritur e bia. Njolla është shumë e keqe. Por ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë uroj që Skënderi të dali sa më shpejt nga burgu. Dhe uroj dhe shpresoj që nipi juaj Xhemali ta ndjeki këtë live dhe 3 pyetje që ti ngrite ai t'i japi përgjigje. Po. Mirë, e dashur Zoje. Edhe këta. Patjetër. Po. Me numrin e mamit ta pyes. Kush ta ka pru gocën në orën 12 natës ke shtëpia nisën? Ke shtëpia prindit asaj. Këto i përgjigje. Shata, jo, berrena, nuk rejnë. E kuptoj. Uroj që Xhemali të më telefonoj dhe të kthej përgjigje pyetjeve të tua dhe uroj më të mirat për ty e dashur Zoje dhe mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam historinë e 75 vjeçare Zoe Kurti, e cila tregoi ngjarjen e të birit të saj Skënder Kurti, 51 vjeç, që jeton në Skafan të Durrësit, i cili përpara shumë viteve kishte bërë një dënim në shtetin italian, pasi e bia 13 vjeç e kishte akuzuar se babai kishte tentuar të abuzonte seksualisht me të. Ndërkohë sot ai është në konflikt me të birin dhe ky fundit e ka denoncuar për dhunë pasi konflikti që kanë pasur atë e bir. Kjo nën flas për Zoën Kurti, kërkoi ndihmë për Skënderin, për të birin, duke pretenduar se ai është i pafajshëm dhe i kërkoi nipit të saj Xhemalit, ai që dhunoi babain, t'i kthente 3 përgjigje dhe ato pyetje ajo i bëri në momentin që ishte këtu në live më detën. Unë uroj dhe shpresoj që i riu Xhemal Kurti ta ndjekë këtë live, të më kontaktoj dhe numri i telefonit është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani tek numri i telefonit që e keni aty poshtë, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.